Zelenski ka rënë dakord pritet përgjigje nga Putini, dhe është një gjë tjetër të ulesh në tryezën e bisedimit për të diskutuar implementimin e atyre pikave. Domethënë janë dy faza të ndryshme dhe prandaj Trump thotë ne kemi arritur një marrëveshje paqe, por do presim të shohim si do të jetë dakordësimi për implementimin e këtyre pikave. E qartë. Roel, presidenti amerikan foli gjithashtu edhe për zhvillime optimiste në komunikimet e fundjavës së fundit dhe ky formulim nxit edhe pyetjen tashmë se për çfarë bëhet fjalë konkretisht, pra mund të jenë këto lëshime të mundshme të Kievit për garanci të reja pra sigurie nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës apo nga ana tjetër një rifokusim të diplomacisë ruse nën presionin ekonomik? Mendoj që vlen thuhet që në një farë mënyrë prezidenca amerikane po i përdor të gjithë levat që ka për të ulur Ukrainën në tryezën e bisedimeve dhe për ta bërë të pranojë një marrëveshje paqe. Kështu që mendoj që edhe presioni ekonomik rus dhe Europës, fakti që një farë mënyrë çmimet e naftës dhe gazit në Europë janë goxha të larta, është për shkak të sanksioneve ndaj Rusisë, edhe fakti që Trump flet për 25.000 ushtarë të humbur. Unë mendoj që është shifër pak e fryrë, që 25.000 ushtarë vritën çdo ditë në frontin e betejës, nuk mendoj që kjo ndodh, megjithatë ai shuhet për fryrje të shifrave, por thebi një vetë që është një luftë gjykatare si çdo luftë tjetër, kështu që në këtë kuadër ai po përdor çdo lloj mekanizmi që të dakordësojë një paqe midis dy palëve. E qartë, Roel, kemi pasur dhe reagim nga ana e Macronit, i cili është faqur optimist pra si të tjerë, duke thënë se ekzistojnë kushte reale për përparim në këto negociata dhe kjo nga ana tjetër nxit pyetjen nëse Franca po përpiqet të marrë kryesimin diplomatik evropian apo nga ana tjetër nëse Bashkimi Evropian është thjesht duke u përpjekur të mos mbetet në hije nga negociatat mes SBA-s dhe Rusisë dhe cili është shpytja ime roli real i Europës në këtë tryezë? Europa ka një rol, është roli ndoshta i avokatit më të madh të Ukrainës në arenën ndërkombëtare. Domethënë në një farë mënyrë kërkon të amplifikojë kërkesat e Ukrainës dhe dëshirën e saj për një paqe që nuk cënon sovranitetin territorial të Ukrainës. Ky është roli i Europës. Tani kuptohet që sa rol real ka Europa për të influencuar, për të ndikuar në një farë mënyrë në drejtimin që administrata amerikane do kërkojë të japë këtyre negociatave, kjo unë mendoj që është në fakt një rol i vogël, jo shumë i madh, për shkak se Europa është shumë e varur nga Amerika dhe jo ana sjellta. Pra nëse SBA-ja do vare nga Europa për shumë gjëra, atëherë po. Por në këto kushte, Trump vetë ka thënë që nëse ju nuk paguani 5% të buxhetit tuaj për mbrojtjen, ndjes të prodhimit tuaj të brendshëm bruto për mbrojtjen, atëherë unë nuk do t'ju mbroj më, domethënë është një largim de facto e Amerikës nga NATO. Dhe në fakt Europa e ka këtu hallën. Dhe nëse Trump do t'i thojë europianëve që shikoj ju po vazhduat në veshin tim për Ukrainën, unë do largohem nga NATO, atëherë Europa do ta braktisë Ukrainën, sepse Europa ka prioritet Ukrainën, por ka prioritet dhe më të madh qëndrimin e Amerikës në NATO. Dhe kjo është në fakt një dobësi shumë e madhe që Europa ka në raport me fuqinë e saj negociuese. Kështu që unë mendoj që Europa do të luajë rolin e avokates Ukrainës, por një avokat goxha i dobët. Një avokat në një rast nga ato rastet kur provat ose fuqia ndoshta shefsisht në krahun tjetër. E qartë. Mirë, Roel, ndjekim tjetër një sirë pas rikthehemi së bashku për të diskutuar. Vladimir Putin ka dërguar në Abu Dhabi njerëz që çdo mëngjes i vendosin mbi tavolinë raportin mbi surinë të ashtu quajtur operacioni i posaçëm mushtarak. Si s'dihet, presidenti rus nuk ndjek mediat, ai lexon atë që i paraqitet nga kreu i shërbimit sekret ushtarak dhe nga ai i shërbimit sekret të jashtëm, i cili për më tepër ka një provojë të gjatë mbi dosjen e Ukrainës që ka nisur tashmë në vitin 2014 me njerëzit e vegjël të gjelbër, që u shfaqën papritur në Krime, nuk është vetëm një çështje reciprociteti për shkak se në anën tjetër tavolinës ishte kreu i padiskutueshëm i inteligjencës së Kievit, dy funksionarë të Rusë janë të vetmit që kanë qenë gjithmonë të pranishëm në mbledhjet e grupit të gjerë negociator, që janë mbajtur në paranisje së çdo delegacioni për bisedimet e pafrytshme të Stambollit.
dhe mbi të gjitha konsiderohen arkitektët e samitit të ngushtit në Alaska si dhe lojtarët kryesorë të sekreteve të tij. Prania e tyre në Emiratet e Bashkuara Arabe është lexuar në adres si një mesazh i qartë: "Ne nuk largohemi nga protokolli nënshkruar verën e kaluar, të cilin Donald Trump hoqi dorë të impononte pasi mori parasysh kundërshtarët e fortë të liderëve europian, alternativisht duke pasur parasysh njohuritë e tyre mbi çështjen e kryershtetit rus. Dikush mendon gjithashtu për një përpjekje të dy liderëve për të bindur palën tjetër se luftimi nuk ka më kuptim." Mirë, Ruel, a sinjalizon prania e dy njerëzve të presidentit rus Vladimir Putin në Abu Dhabi një fazë të re negociatash, apo mund tjetë nga ana tjetër edhe paralajmërimi se Rusia nuk lëviz nga protokolli i vitit kaluar? Shiko, e para një vend thuhet që një farë mënyrë Rusia është një pozitë pasive, po pret nga perëndimi. Në raport me propozimet që kanë ardhur nga Ukraina dhe nga aleatët e Ukrainës, si në letrën jashtë të Bashkuar të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Ne dimë më mirë që ka pas një bisedë telefonike midis presidentit Putin edhe atij turk Recep Tayyip Erdogan, dhe është folur sigurisht për marrëveshje tregtare, është folur për marrëveshje energjetike, është diskutuar sigurisht Ukraina, sepse ne dimë më mirë që presidenti Erdogan në më shumë se një herë ka kërkuar të ndërmjetësoj ose të shërbesi si tryezë bisedimi për dy liderët, për liderin e Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe për presidentin rus Vladimir Putin. Kështu në këtë kuadër ka pas një bisedë frequente në raport me Abu Dhabi. Nuk besoj që ka një dyshim nga protokolli i kaluar, janë thjesht çështje specifike teknokratike që nuk është se kanë relevancë të natyrës gjeopolitike, por kjo biseda telefonike në një farë mënyrë foli dhe për faktin që pala ruse është e kënaqur me këtë propozim. Me çfarë është raportuar nga mediat, presidenti Putin e ka bërë me dije presidentin Erdogan që kjo marrëveshje, këto pika, ky draft paqe shkon është në përputhje me doktrinën ruse të politikës së jashtme dhe me interesat e Rusisë dhe me në një farë mënyrë premisat mbi të cilat do duhet ndërtohet paqja në Ukrainë. Tani mos harrojmë që ne kishim marrëveshje po prap shumë të mirë për Rusinë. Para një 2 muajsh dhe Rusia tha jo, është një marrëveshje shumë e mirë, një sweetheart deal, po i thonë. Një marrëveshje sikur të ta japë një mik të marrëveshje, dhe Rusia prapë refuzoi, që mund të ndodhi sërish që Putini sigurisht të refuzojë këtë marrëveshje paqe që në këmbim për të marrë më shumë, po nuk e di çfarë më shumë mund të merret nga Ukraina. E qartë, Ruel, sa i fortë është ndikimi real i dy shefave të inteligjencës ruse pra në vendimarrjen e presidentit rus Vladimir Putin, duke qenë se ata janë të vetmit që i filtrojnë dhe informacionet e luftës? Shiko, burokracia ruse është mjaft e gjerë, nuk mendoj që varet nga dy shefat e shërbimeve sekrete, por Putin vetë në një farë mënyrë karrierën e tij politike e ka nisur nga shërbimet sekrete, ka qenë një agent i KGB-s në Gjermani Lindore. Dhe pastaj është punë burokracisë ruse dhe është bërë ka ngjitur shkallët e karrierës për të bërë kryeminist dhe më pas president. E megjithatë, burokracia ruse është goxha e gjerë, shërbimet sekrete sigurisht luajnë një rol shumë të rëndësishëm. Gjeneralet e ushtrisë luajnë një rol shumë të rëndësishëm, këshilltarët pranë Kremlinit luajnë një rol shumë të rëndësishëm. Është i kompleks arsyesh biseda, nuk mendoj që ka dy njerëz rol specifik më shumë se të tjerë, por sigurisht ka një rol të rëndësishëm. E qartë. Ruel, nga ana tjetër, pse është Kremlini i cili këmbgul se nuk devijon nga protokolli i verës kaluar, pra ato që ne folëm, pavarësisht edhe kundërshtimit të liderëve europian, por nga ana tjetër edhe presionit ndërkombëtar që vjen drejt Rusisë? Sepse ne di mjaft mirë që Putin është një lider që ka tendencën të mos ndryshoj pozicionin e tij nga si pasojë e presionit. Dhe presionet ndaj Rusisë kanë qenë të shumta. Domethënë sanksionet, largimi i Rusisë nga TTF-a, dëbimi nga SWIFT-i që është programi apo rrjeta që lidh sistemet bankare të gjithë vendeve, mund ta dëbosh një vend nga SWIFT
praktikisht të paralizosh sistemin bankar dhe qarkullimin e paras në atë vend, kjo nuk ka ndodhur me Rusinë, por është një presion shumë i madh. Ngrirja e aseteve të oligarkëve rusë në perëndim, që sigurisht ka lidhje okulte ekonomike me presidenti Putin, dhe prapa ai ka vijuar. Të tregon që është një individ i cili nuk e ha presionin për një arsye, edhe për faktin që sidoqoftë Rusia ngjelet një fuqi, ka një farë pavarësie, ka një farë sovraniteti, kjo edhe për shkak të ndihmës që Kina i ka dhënë. Kina ka shërbyer në një farë mënyrë si një prizë ekonomike për Rusinë që nga nisja e kësaj lufte, dhe sanksionet perëndimore, presionet psikologjike, ekonomike, ushtarake të vendosura nga Europa dhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës drejt Rusisë, një farë mënyrë janë shmangur duke përdor mburojën kineze, duke përdor teknologjinë kineze, inteligjencën kineze, ekonominë kineze, e tjera me radhë. Kështu që nuk më duhet çudi që pala ruse nuk lëviz nga protokolli. Qartë, mirë Ruel, për ta mbyllur sepse jemi në fund pyetja e fundit, apo pozicionohet apo përgatitet Rusia tashmë për një cikël të ri presionesh duke përdorur këtu inteligjencën si një instrument diplomatik? Po patjetër, mendoj që Rusia është mjaft aktive, shërbimet sekrete ruse janë mjaft aktive në çdo vend, duke u përpjekur të gjenerojnë destabilitet, sidomos në vende edhe si Shqipëria, ku në një farë mënyrë Rusia nuk ka shumë influencë, por ka interesin që të mos vijojë rrugtimi euroatlantik, mos ketë antarësinë të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, të mos ketë antarësinë të Kosovës në NATO, të mos zgjidhen problemet që vendet e Ballkanit kanë, qoftë problemet që Bosnia ka me Serbinë, qoftë çështja e Kosovës, qoftë problemet që Maqedonia ka me Greqinë apo me Bullgarinë, domethënë është interesuar me shërbime sekrete nëpërmjet individëve që paguan poshtë lartë që të mbaj sa më të lartë destabilitetin, dhe kjo bëhet duke përdorur sigurisht edhe shërbimet inteligjente. E qartë. Mirë, Ruel, kemi arritur në fund, të falenderoj shumë për gjitha informacionet që ndave sot me mua. Të falenderoj ty për ftesën. Kënaqësi. Mirë, të nderuar teleshikues, kemi arritur tashmë në fund. Ishim me Ruel Domin, ku diskutuam për presidentin e Ukrainës dhe atë të Rusisë, ku Volodymyr Zelenski ka thënë ditën e martë se Ukraina ishte gati të zhvillonte planin e mbështetur nga ana e SHBA-s për t'i dhënë fund luftës me Rusinë dhe të diskutonte sigurisht pra edhe pikat e